Një violin, një harp e një shpirt që rrëfen. Alta Dizdari në skenën e Londrës. Jo se është vajza violiniste, as sepse është vajza e të madhit Limos Dizdari, por sepse di ta mbajë të angazhuar publikun me muzikën e ndërtuar me kujtimet, virtuozitetin e një bisede që eksploron histori shpirtërore. Ky ishte një koncert i jashtëzakonshëm i bukur nga kjo vajzë mirë me guxim artistik. Të hënën, më 19 maj, në Welsh Chapel në Londër, ku mbuan tingujt e violinës së bashku me harmoninë e harpës nga violinistja Alba Dizdari dhe harpistja Camilla Pej. Në mbështetjen e veçantë të ambasadës të Republikës së Shqipërisë, personalisht ambasadorit Uran Ferizi, si dhe trupit diplomatik. Alda është një flutur që përshkron trajektore kujtimesh, ndjenjash, motivesh, frymëzimi, duke hapur krahët në telat e violinës, e bën si spektator pjesë një tabloje jetike që nuk është vetëm pentagram, por dhe muzikë shpirtërore për veshët e të pranishme. Në çdo pushim paranteze, ajo tregon me natyrën e saj të gëzueshme se sa shumë ndikon jeta në muzikë e anasjelltas. Kur flet për periudhën e izolimit nga Covidi, zëri shtrëngohet në fyt me një kujtesë të fortë që lidhet me teatrin, kompozitorin Limos Dizdari, javët në koma, forca e jetës me një Ave Maria, besimi e mirënjohje. Kjo ave në idenë e saj për herë të parë, në vend që të shoqërojë në piano, ajo krijoi këtë rezonancë thellësi shpirtërore shoqëruar me harp. Një kombinim që ishte unik, ajo sheh një element shqiptar dhe kur prezanton harpisten Camilla Pej. Ajo është gjysmë shqiptare, më duket, sepse ka temperamentin tonë, kur bëhet fjalë për të ndërmarrë ide, projekte plot sakrifica, por me entuziazëm të gëzuesh. Por ta mbyllur me muzikën e të madhit Limos Dizdari, që na vipronte në mendje kujtimin për një kohë të vështirë ekonomike, por sublime artistike.